modifikuar standarde jo reale të bukurisë. Kjo shpesh çon në ndjenja të pamjaftueshmërisë, ulje të vetvlerësimit dhe rritje të ankthit, veçanërisht tek të rinj që krahasojnë veten me imazhe të modifikuara dhe jo reale. Materiali në vazhdim na sjell informacione më të detajuara, kështu që pa humbur kohë e ndjekim dhe rikthehemi në studio për të diskutuar më gjerësisht rreth kësaj teme. Përdorimi i Photoshopit për të modifikuar pamjen personale apo të tjerëve ka ndikuar në mënyra të shumta në shëndetin mendor, sidomos tek të rinjt dhe ata që janë të ekspozuar shpesh ndaj rrjeteve sociale. Kur njerëzit shohin imazhe të modifikuara që paraqesin një standard bukurie të paarritshëm, mund të fillojnë të ndjehen të pamjaftueshëm ose të pakënaqur me pamjen e tyre natyrale. Kjo sjell ulje të vetvlerësimit dhe ndonjëherë edhe çrregullime të lidhura me imazhin trupor. Kur përdorimi i Photoshopit kthehet në një zakon të vazhdueshëm, individi mund të humbas kontaktin me realitetin. Ata fillojnë të krijojnë një version të rrem të vetes, që nuk përputhet me realitetin, duke ndjerë gjithnjë më larg asaj që janë në të vërtetë. Ky distancim mes vetes reale dhe versionit digital mund të krijojë ndjenja të ankthit, depresionit dhe mungesës së identitetit. Në shumë raste kjo praktik shoqërohet edhe me presionin social për të qenë perfekt, veçanërisht në platforma si Instagram apo TikTok. Njerëzit shpesh ndjehen të detyruar të postojnë fotot e edituara për të marrë aprovimin e të tjerëve përmes pëlqimeve dhe komenteve, duke ndërtuar një varësi emocionale ndaj miratimit virtual. Kjo varësi ndikon negativisht në mirëqenien mendore dhe rrit ndjenjat e vetmisë apo izolimit kur nuk marrin reagimet e pritura. Nga ana tjetër, ata që përdorin Photoshopin për qëllime krijuese apo profesionale, pa e lidhur drejt për drejt me identitetin personal, mund të mos përjetojnë të njëjtin nivel ndikimi negativ. Megjithatë, edhe në këto raste, ekspozimi i vazhdueshëm ndaj përmbajtjeve të edituara mund të deformojë perceptimin e realitetit dhe të ndikojë në mënyrën se si e gjykojnë veten dhe të tjerët. Për të reduktuar ndikimin negativ, është e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi për përdorimin e mjeteve të tilla dhe të promovohet pranimi i vetes ashtu siç jemi. Edukimi mbi ndikimet psikologjike të manipulimit vizual, si dhe mbështetja nga familja dhe shoqëria,